Që ai që nuk din të shkuarën, nuk ndërton të ardhmen. Ne jemi të detyruar që brezit të ri t'i lëmë një testament sa më të gjerë në të gjitha fushat, që edhe ata ta din rrugën se me sa vështirësi është ardhur në këtë pikë ku është Shqipëria sot, ta din sakrificet që kanë bërë brezat përpara, dhe kjo është e vetmi arsye që ne jemi interesuar dhe mundohemi që të kontribuojmë edhe për Çamrinë. Por nëse kjo ngjarje do të kishte ndodhur në një vend tjetër, sigurisht që edhe për atë do të ishim të interesuar. Pas Tiranës, promovimi i parë është bën Preshevë, edhe kjo është një model ose shembull i mirë edhe për ata që marrin përgjegjësi me punu me neve, se si një model se sektori jo qeveritar është më përpara ndoshta një hap procedurave zyrtare ose prezencës ndryshe institucionale. Me të vërtetë unë u gëzova shumë kur dëgjova kërkesën që ka ardhur nga Presheva për të bërë një të tillë dhe më bëri përshtypje. Realisht më bëri përshtypje sepse edhe unë nuk u njiha dhe nuk e dija që ekziston një zëri i Luginës që do të jetë interesuar për promovimin e një vepre të Alsarit, dhe këto një iniciativa nuk ndodha si diçka tjetër veçse bashkimin, afrimin, njohjen dhe mirënjohjen për njëri tjetrin.